Nderuar shikues, jeni në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Për fillim, titujt kryesor. Delegacioni i Kosovës në krye me kryeministrin Isa Mustafa tashmë ndodhet në Bruksel. Nesër në orën 9 fillon takimi mes dy shefave të qeverisë. Para vetës do të kenë marrëveshjen për energjinë, telekomin, themelimin e Asociacionit Komunave Serbe dhe lirinë e lëvizjes. Ende nuk dihet nëse ajo do të arrihet edhe pse është paralajmëruar. Palët janë ende larg, pasi kanë qëndrimet kundërta sa i përket të rolit ekzekutiv të bashkësive të komunave. Në Bruksel ka nisur takimet mes përfaqësuesve teknik të Kosovës dhe Serbisë për finalizimin e marrëveshjeve, të cilat nesër pritet të nënshkruhen nga kryeministrat Isa Mustafa e Aleksandar Vučić. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve, një temë e nxehtë pritet të jetë ajo për themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe, si dhe liria e lëvizjes në urën e Mitrovicës. Ndonë se palët vazhdojnë të punojnë për parafrimin e çështjeve teknike, megjithatë, kompetencat e Asociacionit të Komunave mbeten pikë në të cilën të dyja shtetet kanë kundërshtime. Pala serbe insiston që Asociacioni Komunave të ketë kompetenca ekzekutive, përderisa pala e Kosovës thotë se nuk do të pranojë në asnjë formë që Asociacioni t'i jepet rol ekzekutiv. Këtë e konfirmoi PRTK-n këshilltari politik i kryeministrit Mustafa Valon Murtezaj. A i thotë se palët aktualisht kanë vullnet për marrëveshje, mirë po ende ka dallime. Gjërat nuk janë të kryera, ka dallime, ka parafrime, por kryesorja ka vendosmëri që zgjidhjet të gjenden brenda Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E kur bëhet fjalë për kompetencat e asociacionit, pala e Kosovës, sipas Murtezajt, është e prerë në qëndrime. Kosova nuk pranon kompetenca ekzekutive për asociacionin. Megjithatë, gjithçka pritet të finalizohet nesër gjatë takimit të kryeministrave, të cilët në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini, pritet të arrijnë marrëveshje për zbatimin e marrëveshjeve mbi energjinë e telekomin, themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe dhe lirinë e lëvizjes. Por çka në të vërtetë do të ndodhë nesër në Bruksel? Këtë do të provojmë ta mësojmë përmes ministres për dialog Edita Tahiri, të cilën e kemi në linjë të drejtë për drejtë nga Brukseli. Zonja Tahiri, nëse më dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje nga Brukseli. A ka ndryshuar diçka zonja Tahiri rreth qëndrimeve apo palët mbesin aty ku kanë qenë sa u përket pikave të marrëveshjes? Sot kemi zhvilluar takime në të dhja temat për asociacionin, për çështjet e zbatimit të energjisë dhe për heqjen e barikadës. Mund t'ju them se ka pasur përparime në parafrimin e qëndrimeve për çështjen e asociacionit dhe mund t'ju siguroj se gjitha përparimet janë në pajtim plot me Kushtetutën dhe ligjet e shtetit Kosovës. Pra, ashtu si që kemi thënë, ne do të pajtohemi me një marrëveshje e cila nuk i jep kompetenca ekzekutive asociacionit dhe nuk do të jetë niveli 3 i pushtetit ekzekutiv në vend, dhe gjitha përparimet sot janë në pajtim me këtë mund të mbetet diçka e hapur për nesër në takimin e kryeministrave. Tani ende jemi në bisedime, por mund siguroj qytetarët se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe as nuk do të ketë niveli rreth. Pala serbe po e thotë të kundërtën prej kësaj që ju sapo thatë, pra që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Zyrtarët e Beogradit po thonë që ky asociacion do të ketë kompetenca ekzekutive dhe se kjo po përdoret nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës për konsum të brendshëm politik. Ne jemi në bisedimet e Brukselit për të mbrojtur Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe interesat shtetërore e Republikës Kosovës. Për këtë kemi mandat dhe vetëm pra për këtë do të angazhohemi. Kemi vullnet për marrëveshje, ju sigurojmë që çdo gjë do të jetë në pajtim me vijat e kuqe, pra jo kompetenca ekzekutive. A do të ketë nesër marrëveshje, zonja Tahiri, sipas jush? Gjërat janë zhvilluar mirë sot, ka një vullnet mirë edhe nga Bashkimi Evropian për këtë çështje. Unë besoj se mund të ketë edhe rezultate konkrete. Zonja Tahiri, ju falenderojmë shumë për këtë bisedë drejt për drejt nga Brukseli.
Ju falenderit juve, mirupafshim. Mirupafshim. Ndërkohë të nderuar shikues, derisa ende nuk ka pra marrëveshje, ekziston një huti nëse Kosova po humb apo po fiton nga ky pajtim mes dy shteteve. Pala kosovare insiston që asociacioni komunave nuk do të ketë pra fuqi ekzekutive, por ndryshe vijnë lajmet nga Beogradi. Po cili mund të jetë dëmi nëse kjo bashkësi komunash ka rol ekzekutiv? Për të diskutuar për këtë çështje, të ftuar në studio kemi ekspertin juridik, zotin Dastit Pallaska. Zoti Pallaska, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Cili do të jetë dëmi për Kosovën në rast se ky asociacion do të ketë kompetenca ekzekutive sipas jush? Unë mendoj që po që se edhe shpresojnë që kjo nuk do të ndodhë deri në fund, do të vendosja e një strukture të tretë në sistemin e qeverisjes në Kosovë do të thotë përmbysje vetë sistemit kushtetues në vend dhe të jemi të sigurt sapo i dëgjova të gjitha deklaratat e edhe përfaqësuesve të qeverisë Kosovës, mirë po dhe atyre të Serbisë, unë nuk mendoj që është dashur që të shkohet deri në Bruksel për të diskutuar, për ta zbatuar Kushtetutën e Republikës Kosovës në atë pjesë të Kosovës, kështu që duhet të pritet edhe është korrektësia e fundit, domthonë që mund të pritet nga një qeveri është që ta përgatitë spaku qytetarën e vet për marrëveshjen cilat do të jenë, e cilat nuk do të jenë domthonë ajo që vetëm se është, me siguri sepse për atë punë nuk do të kishte nevojë që të ulemi në tavolinë me Serbinë që të diskutonim. Kështu që do të jetë dhe nga këto përgjigje unë shoh që në farë mënyrë po përgatitet një farë lloj kamuflimi i këtij zinxhiri të tretë të pushtetit, i cili me siguri se do të vendoset në Kosovë, ku komunave me shumicë serbe do t'ju mundësohet një farë ushtrimi i kompetencave në baza kolektive. Ku do të shihet kjo, ku do duhet të shikonim për ta dalluar këtë pushtet ekzekutiv, për arsye se me siguri se fjala pushtet ekzekutiv do të mungojë nga marrëveshja nesër, për arsye se duhet të kamuflohet ky term. Po këto mund ta shohim në 4 pika kryesore, ndër tjera do të thoya. Spari është buxheti dhe statusi ligjor i këtij asociacioni. Pastaj qëllimet e asociacionit përkatësisht aktivitetet me cilat ky asociacion do t'i ushtron apo do t'i arrijë këto qëllime. Në këtë drejtim duhet të shoqërojmë nëse qëllimet do të jenë natyrës aspiruese, koordinuese, edhe në farë mënyrë unifikuese të praktikave të komuna, apo do të jenë qëllime për të marrë vendime, të cilat pastaj do të jenë të detyrueshme për anëtarët e këtij asociacioni. Pastaj do të jetë statusi ligjor i punonjësve të këtij asociacioni, përkatësisht nëse këta do të jenë pjesëtar të shërbimit civil, përkatësisht administratës shtetërore, apo do të jenë thjesht punëtor të një organizate jo qeveritare, dhe në fund, por jo për nga rëndësia, do të jetë raporti i këtij asociacioni me strukturën aktuale të shqyrtimit të vendimeve, strukturën aktuale ligjore për shqyrtimin e vendimeve të komunave që ushtrohet nga Ministria e Administratës Pushtetit Lokal. Domthonë në këto 4 pika do të fshihet djallin, nëse mund ta quaj kështu figurativisht, apo këto kompetencat ekzekutive që kanë rrezik që të përmbysin. Në anën tjetër, edhe pse asociacioni është demonizuar jashtëzakonisht shumë nga opozita, unë vlerësoj që asociacioni si një formë organizimit subjekteve juridike, si që janë këtë rast komunat, nuk është domosdë diçka e keqe, për arsye se një ofron komunave që të bashkohen në bazë të interesave të tyre. Mirë, po këtu çka është me rëndësi te ky asociacion është se nëse baza e organizimit të tyre komunave është etnike, ky asociacion do të jetë diskriminues në farë mënyrë për komuna të tjera të atij regioni, cilat mund të kenë gjithsesi se kanë për shkak pozitës tyre gjeografike interesa me këto komuna me shumicë serbe, kështu që do të është shumë e rëndësishme që të shihet se si do të cila do të jetë kriteri organizimit të komunave në këtë shoqat apo në këtë asociacion. Nëse është etnike është problematike, nëse është bazë në interesi që i bashkon kryesisht komunat me shumicë të popullatës serbe, atëherë është këtë në rregull, mirë po edhe mbi këtë bazë mund të kemi të lashe kushtetuese më vonë. Nëse arriva ta kuptoj drejt, ju po thoni që ky asociacion do themelohet, do të jetë një mes, ndoshta të paktën prej asaj që po dëgjojmë nga zyrtarët të përfshirë në këtë dialog pra të Serbisë dhe të Kosovës, një raport që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive ashtu siç tha zonja Tahiri tani në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Ju po thoni që do të ketë pra kompetenca, mirë po nuk do të përfshihet fjala ekzekutive. Kjo do të mungojë kaq. Donë vetë koncepti një marrëveshje ndërkombëtare sugjeron që do të ketë koncesione nga 2 palët.
unë mendoj që nuk është korrekte për përfaqësueste e këtij vendi që po bisedojnë në Bruksel, të cilët do të vazhdojnë bisedimet edhe nesër, që mos të jenë transparent të momentet fundit, domthonë që të tregojnë qytetarëve se çka do të ndodhë, ta përgatisin dhe ta arsyetojnë vendimin e tyre, se shpresoj që janë të bindur për vendimin që do të marrin. Një asociacion me kompetenca ekzekutive. Absolutisht jo. Domthonë kjo është fare e qartë edhe argumenti më i mirë i cili është dashur që të përdoret nga delegacioni kosovar në bisedimet në Bruksel ka qenë dështimi total i një sistemi tillë të qeverisjes në Bosnë e Hercegovinë. Sot në 20 vjetorin, jo sot, po këto ditë në 20 vjetorin e marrëveshjes së Daytonit, këtë vit, domthonë jubilar të marrëveshjes së Daytonit, qëllimi kryesor në Bosnë i Bashkisë Ndërkombëtare është pikërisht thurja e këtyre domthonë strukturave jo funksionale të qeverisjes, të cilat jo vetëm që nuk ju kanë shërbyer qytetarë, mirë po kanë shërbyer si strej për politikanë nacionalistë që të ushtrojnë interesat të ngushtë partijak në kundërshtim edhe me interesat e vetë zgjedhësve të tëra apo qytetarëve të tëra. Zoti Pallaska, i falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit. Ka që kishim kohë, faleminderit që erdhët në studio. Vazhdojmë edicioni me të tjera informacione, ata që nga fillimi kanë kundërshtuar negociatat me Serbinë, po insistojnë se ato do t'jenë në dëm të Kosovës. Ky subjekt opozitar insiston që shteti po humb me atë që Kosova po ofron për serbët. Ndjekim një deklaratë të zëdhënësit të vetëvendosjes Frashër Krasniqi. Kjo gjendje nuk mundet me vazhdu për shkak se vendi ynë ndodhet në para dy rrugëve. Ose ky shtet ka me dështu totalisht dhe ka me ndan vija etnike, ose qytetarët kanë me ngrit, me reagu dhe me ndryshu këtë situatë. E na jemi të sigurt që kjo e dyta ka me ndodhur. Pavarësisht nëse arrihet apo jo marrëveshja në Bruksel, Kosova dhe Serbia janë ende larg pajtimit mes vete. Kjo gjë nuk do të arrihet përderisa Serbia nuk kërkon falje për luftrat që i ka shkaktuar në ish Jugosllavi. Zëvendës kryeministri i parë, një herësh ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi, ka dhënë një intervistë për gazetën e njohur të Bosnjë-Hercegovinës, Dnevni Avaz, në cilin ka nënvizuar se nuk mund të ketë kurfar pajtimi nëse Serbia fillimisht nuk u kërkon falje popujve të ish Jugosllavisë për gjenocidin shtetëror ndaj tyre. Në këtë intervistë, Thaçi ka përsëritur qëndrimin se Serbia mund të ketë ambicie, mirë po në asnjë rrethan nuk do të lejohet jetësimi i Republikës Serbe në Kosovë. Kosova pos me Serbinë ka çështje të pasgjidhura edhe me Malin e Zi. Me këtë shtet ende nuk është caktuar vija kufitare, proces ky që ka ngjallur reagime nga pronarët e tokave të brezit kufitar. Ramush Haradinaj, që ishte sot në këtë pjesë, u ka bërë thirrje lidershipit të vendit që të mos nguten me nënshkrimin e demarkacionit me Malin e Zi. Në cilësinë e deputetit të Kosovës, Haradinaj ka qëndruar në Kuqish të Pejës, në vendin e quajtur te Piramidat, ku thuhet se do të jetë një kufi i ri mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ai ka përkrahur banorët e zonës në kërkesat e tyre për të kundërshtuar vendimet që mund të merren këto ditë. Të ndjekim një deklaratë të tij. Na me Malin e Zi jemi kojshi, kemi pas edhe ditë vështira dhe ditë të mira. Na respektojmë kojshin tonë edhe respektojmë kufinin në qafë që kore, jo këtë kufin. Na i dojmë pashtu kojshin tonë që e respektojmë, se kufini nuk është në Savinogot, po është të kuva e zhlevi. Pra, ta respektojmë kojshin, ta respektojmë kufinin tonë, po jo në Savinogot, po të kuva e zhlevi. Thellohen edhe më tej përplasjet mes presidencës dhe qeverisë Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa paralajmëron formimin e ekipit për vizitë në fund të shtatorit në New York, por presidentja Jahjaga kujton se është ajo që duhet i pri delegacionit kosovar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Secili dëshiron të jetë në krye të ekipit, i cili në fund do të rezultojë me një fotografi me presidentin Obama. Por dilemat i qartëson më së miri kushtetuta e Kosovës. Përfaqësimi i Kosovës në sesionin vjeshtor të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s duket se nuk do të jetë gjë e lehtë. Kjo pasi dy institucionet kryesore, presidenca dhe qeveria e vendit, veç se kanë filluar përplasjet se kush do të jetë nga Kosova në New York. Deklarata e cituar si e qeverisë dhe e publikuar në media, në të cilën thuhet se pas kthimin nga Brukseli dhe Vjena, kryeministri pas konsultimeve do të përpilojë listën e delegacionit, dikur ka fund javës do dihet se kush do të jetë pjesë e kësaj liste, ka ngjallur reagimin e zyrës së presidentes Jahjaga.
Ndonse nga zyra për informime e kryeministrit të Kosovës thonë se nuk kanë ide se kush e ka lëshuar këtë deklarat, i menjëhershëm ka qenë reagimi i zyrës së presidentes. Në një përgjigje me shkrim për RTK-n lidhur me këtë çështje, këshilltari për media i presidentës Jajaga, Arbër Vllahiu, ka thënë se duke qenë në rolin e saj kushtetues, bartëse e politikës jashtme, presidentja Jajaga në bashkërendim me institucionet e vendit do të udhëhejë delegacionin e Kosovës gjatë javës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Sidoqoftë përfaqësimi i vendit në ngjarje të tilla, sipas profesorit universitar të marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti, është i qartësuar me kushtetutën e vendit. Unë mendoj që në kuptimin juridik dhe formal çdo gjë është e qartë. Bartësi politikës jashtëm është presidenti i vendit dhe në bazën e kushtetutë, dhe bazën e pushtetin dhe në autoritetin që ka, ky autoritet duhet të udhëhes me situatën. Në kuptimin e rrjedhave dhe proceseve faktike, mendoj që është çështje politike zyrtare, respektivisht e interesave të partive politike për të shtyrë me bryla ose për të synuar me arrit privilegje të cilat nuk i meritojnë. Por deklarata zyrtare lëshuar një ditë më parë nga zyra për informim e qeverisë së Kosovës nuk ka të bëjë asgjë me javën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Aty thuhet se kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa është ftuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama që të marrë pjesë në samitin e liderëve, i cili do të mbahet më 29 shtator në New York. Samiti do të mbahet në selinë e Kombeve të Bashkuara dhe në të do të diskutohet për të arriturat e shteteve në luftën kundër ISIS-it dhe ekstremizmit të dhunshëm. Profesor Hoti thotë se qëllimi i liderëve politik në raste të tilla nuk duhet të jetë fotografimi me lider të rëndësishëm botëror. Nëse synimi përfundimtar i partive politike është i liderëve politikë është fotografimi me presidentin e vendit, atëherë mendoj se është fatkeqësi për ne. Debati se kush do të shkojë në New York kishte filluar muaj më parë mes presidentës Jajaga, kryeministrit Mustafa dhe ministrit i jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi. Mund të jetë i arsyeshëm insistimi i kosovarëve për takim me presidentin e SBA-s, duke ditur fuqinë dhe mbështetjen që ky shtet i fuqishëm ka dhënë për Kosovën. Dhe këtë mbështetje e rikonfirmoi ambasadori i ri amerikan kur takoi kryetarin e Kuvendit Kadri Veselin, të cilin e përgëzoi që institucioni që ai e drejton arriti ta votojë speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është i dyti prej udhëheqësve shtetëror që ka takuar ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delaware. Ata biseduan për çështjet dhe sfidat kryesore nëpër të cilat është duke kaluar aktualisht Kosova. Ambasadori amerikan, siç thuhet në komunikatën e lëshuar nga Kuvendi, përgëzoi kryetarin Veseli dhe Kuvendin e Kosovës për lidershipin e treguar në procesin e ndryshimeve kushtetuese dhe miratimit të ligjeve për krijimin e gjykatës speciale. Ai më tej ka përmendur mbështetjen e Washingtonit për procesin e dialogut të Kosovës me Serbinë, që sipas Delaware ka për qëllim normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Ndërkohë i pari Kuvendit ka thënë se ndihma amerikane mbetet faktori pazëvendësueshëm në ecjen përpara të Kosovës në planin e zhvillimit ekonomik, integrimeve euroatlantike dhe në forcimin e shtetit të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Ndër të tjera në këtë takim është biseduar edhe për procesin e krijimit të forcave të armatosura të Kosovës, funksionimin e Kuvendit, raportet në mes pozitës dhe opozitës, si dhe rolin e pakicave etnike në jetën parlamentare dhe politike të Kosovës. Kompania Mekka, ku djali i Isa Mustafës Besniku është pronar bashkë me vëllain e tij Arbenin, fitoi kontratë nga zyra e kryeministrit e udhëhequr nga prindi i tyre, kryeministri Mustafa, për servisimin e një veture. Por një veprim i tillë, edhe pse thotë mos ketë qenë në dieni, për Mustafën nuk është i papranueshëm. Në një postim në Facebook, kryeministri Mustafa ka thënë se nuk e ka ditur që një veture zyrës së kryeministrit është servisuar në kompaninë e djalit të tij, por ka shtuar se këtu nuk sheh asgjë të keqe. Post tjerash, Mustafa në rrjetin social Facebook ka thënë se është budallallëk që ky të bëhet lajm. Nuk e kam ditur për këtë, por nuk shoh asgjë të keqe që automjeti të servisohet në një servis të autorizuar. Shoh marri e budallallëk që kjo të bëhet lajm, sepse nuk është lajm nëse disa mjeshtër punojnë dhe e rregullojnë një makinë, shkruan ndër të tjera Mustafa. Pas këtij rasti ka reaguar lëvizja vetëvendosje ku në muret e ndërtesës së qeverisë së Kosovës shkruan parullën djemve tenderat, Serbis Zajednicën. Kosovarët vazhdojnë të kenë probleme me marrjen e vizave kur duan të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Të kthyer tashmë në rutinë, këto telashe kanë nisur të tregohen edhe si kuriozitet. 40 herë me radhë Agron Krasniqi nga Vushtria ka tentuar të zënë një termin në ambasadën gjermane, por nuk ja ka arritur. Ai është fejuar me një valë që jeton në shtetin gjerman, por martesa me të varet nëse do të arrijë të pajiset me vizë tashkur terminin e ka bler me para në agjencitë kosovare. Thonë se dashuria nuk njeh kufi, por në rastin e Agron Krasniqit, një termin për vizë gjermane po e demanton këtë thënie. Për plot 6 muaj pritje dhe rreth 40 herë tentime për të caktuar termin online në faqen e ambasadës gjermane, kanë qenë dështim për Agron Krasniqin nga komuna e Vushtrisë. Ai përveç kësaj pritje të gjatë për të caktuar termin për vizë për bashkim familjar, në fund u detyrua të drejtohej agjencive private për caktimin e një termini. Gjithë këtë histori, Agroni shpreh gatishmërinë ta rrëfej për të kënë pas transmetimit të stories hulumtuese ditë më parë për bizneset që po bëhen me caktimin e termineve për viza. Ai u martua me një shtetase gjermane në fillim të këtij viti, mirë po problemet dolën kur nisi procedurat për vizë. Unë veti dyti jam, vllon 3, kemi tentue, pa të thënë drejtën, unë mi 16 herë, ai mi 16 herë, 32 herë kemi tentue çdo të mërkure, kur do hop faqja e ambasadës për caktim termin, s'ka shans. Është e kotë. Këto muna me dëshmu edhe në bazë të ngjëzimeve që hinë në faqe, s'ka shans, që s'ki shans. E vetmja zgjidhje që i mbeti Agronit ishin agjencionet private. Shku Mitrovic, era në Prishtinë 3 agjencione, 4 agjencione, ja kom quhe pasaportën kopje, thash këqyrën e ju, tentën ju, mënën ju, qysh muni më malon ju mu terminin. Çfarë agjencione? Në agjencione turistike, cilat janë përballë ambasadës gjermane, ku shënon çdo derë tyne bëjmë termin caktim për në ambasadën gjermane. Do të thonë ti ke pasit vetëm zgjidhje ma agjencione. Edhe vetë me nxjidhe, po tani edhe vetë me nxjidhe vetë, me provuet deri sot muna me arrit deri te termini mi dorëzu dokumentat. Edhe pse në deklaratën e ambasadës gjermane thuhet se terminet lirohen çdo të mërkur prej orës 9 të mëngjesit, agjencioni privat arriti që Agronit t'i caktonte atë në orën 3 pasdite, ndonse ai vetë nuk ishte arritur as në mëngjes kur hapen terminet ta caktonte një të tillë. Pas gjithë këtyre peripecive, Agroni mbetet i mblefosur në institucionet e Kosovës, të cilat sipas tij e kanë për detyrë të kujdesen për maltretimet që po u bëhen qytetarëve. Shumë keq. Me të vërtetë kjo është e shtuese, po çka kemi bën? Kur s'kemi shtet me shku mi thonë çështë, çka je ka bën me njerëz tonë? Unë e foj një lëvësh shtetet tonë. Se nuk kam kur gjë në mënyrën kompjuterike, nuk kam kur gjë ku në e asojna, po vimi dërzu dokumentat, 3-4 muj, 5-6 muj, për mes agjencionet me dërzu dokumentat, ku ka në botë. Unë veç po du me ditë, me i thonë dikujna shtetet gjermane, ose dikujna në institucionet, qysh është e mundur 3 mujtet me prit për një termin. RTK ka tentuar të flasë me zyrtar të institucioneve të Kosovës për të marrë një shëndrim të tyre për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës çdo ditë para ambasadave, mirë po ato nuk kanë qenë të gatshme të flasin për një gjë të tillë, duke vlerësuar se nuk është në kompetencë të tyre të përzihen në punët e ambasadave të huaja. Ndërkohë që edhe prokuroria e shtetit ka thënë se deri më tani nuk ka pasur ndonjë kallëzim penal nga ndonjë qytetar në lidhje me pagesat e majme që po u bëjnë ata agjencioneve për t'u caktuar terminet. Është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh për prokuroren Vahide Badivuku, e dyshuar për korrupsion. Bashkë me të në paraburgim do të qëndrojnë edhe 2 të akuzuarit e tjerë për këtë vepër. Pala mbrojtëse ka paralemruar ankesë. Prokurorja Vahide Badivuku, ndryshe nga herët e tjera kur në sallën e gjykimit ka ushtruar profesionin e saj si prokurore, sot është ulur në bankën e të akuzuarve. Si e dyshuar për veprat penale, marrje rryshfeti, keq përdorimi detyrës zyrtare dhe ushtrimi ndikimit. Gjatë seancës së sotme, prokurori i rastit Admir Shala ka kërkuar nga gjykata caktimin e masës së paraburgimit për 3 të arrestuarit në afat prej 1 muaji.
Kërkesën e prokurorit e kanë kundërshtuar palët mbrojtëse të akuzuarve, duke thënë se pretendimet e prokurorit janë të pabaza. Konkretisht, prokurori paraqet disa mesazhe, disa të cilat janë plotësisht irrelevante. Në mes të pandere dhe disa dëshmitarëve. Mirë po nuk qëndrojnë ato, në asnjë mënyrë për faktin se kaltrina e mbrojtura ime ka qenë pozicionin e përkthyesës tek një person shtetas turk, i cili ka kërkuar para prej një personi i cili gjendet në rreti. Prokurori ka kërkuar mastrën për caktimin e paraburgimit. A ka bazu kërkesën e tij, sipas jush? Badivukun e ngarkon akuza me dyshimin se ka marrë shfet për të liruar disa vetura të sekuestruara në një lëndë penale të cilën ajo e ka pasur nën hetime. Sipas akt akuzës, prokuroria ka kërkuar shfet në shumën prej 22.000 eurosh përmes ndërmjetësuesve dhe pas dorëzimit të shumës në fjalë, si prokurore e rastit ka përpiluar kërkesën për lirim të automjeteve. Ndërmjetësuesi i tretë thuhet të jetë në Arati. Iknin nga lufta, por vdekje nuk e kishin largas në vendet e tjera ku kërkonin shpëtim. Refugjatët sirianë përjetuan tmerrin përgjatë rrugës së shpëtimit nga mënyra se si ata u trajtuan në Greqi dhe në Maqedoni. Por ndryshe është situata kur ata rinë në Preshev. Shqiptarët edhe njëherë treguan shpirtin e tyre human. Vetëm tek ta, refugjatët gjetën mbështetjen që u mungonte. Për disa ditë kaluan tmerrin. Por me të arritur në luginën e Prashevës, refugjatët sirianë ndjehen më të sigurt. Të ikurit nga luftrat në lindjen e mesme dhe Afrikës, hasin e mikpritje shqiptare sapo kalojnë kufirin me Maqedoninë. Nonse numri i refugjatëve gjatë ditës së sotme është dukshëm më i vogël në krahasim me intensitetin e djeshëm të tyre të cilët kaluan nëpër këtë pjesë të luginës së Prashevës, megjithatë gatishmëria e shqiptarëve të fshatit Miratos dhe në përgjithësi e shqiptarëve në komunën e Prashevës është mjaft e madhe për të solidarizuar dhe të ndihmuar këta refugjatë në nevojë. Refugjatët janë mirënjohës për mikpritje. Nuk kemi pas kurfar problemi, kemi kaluar mirë kufirin, po hasim në njerëz të mirë. Zoti ju bekoft për mirësitë tuaja. Nebi Fejzullahu tash e disa ditë ka vendosur një gypuj para shtëpisë së tij në mënyrë që sadopak t'i freskojë refugjatët e shumt. Unë e kam përfitu se vetë kam ikën, kam dërë me qyteni për kohës lutët, për ata me ndova me ndihmuar refugjatët me këtë ujë. Përkundër ndalesave ligjore që qytetarët e Luginës të kenë kontakte me refugjatët ilegal, Miratosasit shpeshherë i kanë marrë refugjatët në shtëpitë e tyre për të pastruar dhe pushuar. Miratosa nuk e kemi parën herë që neve ballafaqohemi me refugjat. Edhe kur ka qenë ngërgoti i Kosovës kemi përjetuar të njëjtat. Edhe që anti po thon për neve shqiptarët, neve kemi përjetuar këta edhe si fshat, po edhe si xhami, po thom, mundohemi me ndihmuar. Aktivistë e zyres së të rinjve tash e disa muaj janë duke i pritur refugjatët. Disa nga ta madje kanë refuzuar edhe mëditjet që kanë ofruar përfaqësues të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatë. Ne tani më kemi krijuar një strukturë organizative e cila merret me organizimin e transportit të refugjatëve prej fshatit Miratos deri tek qendra pranimit tek stacioni Ekullor. Mirë, po përveç kësaj ne ju dalim në ndihmë edhe për me pije dhe ushqim dhe veshmbatje po ashtu, të cilën material domethënë kemi siguruar përmes UNHCR-it, me cilën organizatë ne kemi një bashkëpunim të shumë të frytshëm me ta. Gjatë kohës në vendlindje kanë qëndruar mërgjimtarët e Luginës, janë shënuar shumë raste kur ata u kanë dhuruar ushqime, pije e veshmbatje të ikurve nga lufta. Numri i madh i refugjatëve ka alarmuar botën. Viti që lam pas ka shënuar numrin më të madh të zhvendosurve që nga lufta e dytë botërore. Por shifrat pritet të jenë edhe më të mëdha këtë vit pasi konfliktet mes popujve po zgjerohen. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, ka deklaruar se luftrat, konfliktet rajonale, persekutimet politike dhe varfëria e skajshme kanë detyruar numrin më të madh të njerëzve, gjysma prej të cilëve janë fëmijë, që nga viti 1945 të largohen nga shtëpitë e tyre për të kërkuar jetë më të mirë në vendet e zhvilluara. Sipas kësaj agjencie, vetëm gjatë vitit 2014, utimi brenda shteteve anë, siç është rasti me pakicën Rohingya në Myanmar apo me pakica tjera në disa vende afrikane,
Përveç numrit të refugjatëve, është rritur edhe numri atyre që vdesin në përpjekje për të gjetur një jetë më të mirë. Mijëra persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me Zde. Përderisa ka raporte ditore për viktima në mesin e refugjatëve që tentojnë të kalojnë tunelin i cili lidh Francën me Britaninë e Madhe. Mbi të gjitha, UNHCR thekson se bota nuk është duke bërë mjaft për të ndihmuar personat që janë në lëvizje dhe se nevojat për ndihmë rritën, kurse vendet donatore ofrojnë çdo herë më pak fonde. Sipas OKB-s, gjendja është aq e rëndë, saqë nevojitet një strategji e përbashkët globale për t'u përballur me çështjen e refugjatëve. Sipas tyre, kjo strategji duhet të zhvillohet brenda pak kohësh para arritjes së dimrit, i cili mund të shkaktojë miliona viktima. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet dhe materialet e përgatitura për këtë edicion qendror informativ. Për më shumë ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit të rtk live.com. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.